Do të pajtona me një pjesë tra më bojës që mirë shkomës më nga që vendin zgjedhje, ka asjona për partije politike e mas shumë të partia më e madhe, po nuk jemi sigur që kjo është diç ajo që ka me ndodhë. Ndonë se në shikim të parë, duket që ka ndrru diçka në krahasim me 6 muaj përpara, sepse kemi ftesën për të diskutuar para krijimit të institucioneve, para kryetarit kuvendit e zgjedhjes së qeverisë. Megjithatë, ne ende nuk e dim ku janë pozicionet e partive politike. Nuk e dim mas pari cili është pozicioni i partisë që ka ftu. Nëse pozicionet do t'jenë të ngjajshme ose të njëjta me ato se të para 6 muajve të lëvizjes vetëvendosje, ku lëvizja vetëvendosje do të thotë opozitës, ne i thirr dhe i thot kryetari i kuvendit e bëj se i kam votat, qeverinë e bëj se i kam votat, apo flasim çush më apo për presidentin. Çështë ka thonë edhe Arbria. Arbria na goci. Nëse kemi këtë qëndrim, vetëm kaq, domethënë nuk kemi ndaj ndryshim substancial të qëndrimit, fare nuk kemi ndryshim të qëndrimit nga ai i cili e ka prodhuar zgjedhjet e qershorit. Pra, nuk është që partitë politike dhe në këtë rast e para, lëvizja vetëvendosje ka dalë nga pozicionet e ngurta politike, të cilat është dëshmu në të kaluarën që nuk sjellin rezultat. Nëse do të ketë lëvizje, do ta shohim nesër. Gjithashtu ne ende nuk e kemi të qartë se sa do të jenë pozicionet saktësisht Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe këtu ka pas lëvizje herë një anë, herë në anën tjetër. Një kohë, edhe këto partitë opozitare thonin duhet me pas një president jo politik. Dikur kalun thanë jo, presidenti duhet me kon politik dhe duhet me qenë një emëruar nga ne. Nëse vazhdojmë të mbesim në këto qëndrime, atëherë prapë do të kemi një ngurësi politike e cila pavarësisht për datës së takimit, nuk do të na jap një rezultat, vështirë do të na jap një rezultat më ndryshe nga rezultatet që ne kemi pas para 2 muajve. Prandaj po them, është shumë herët me qenë optimist, por gjithmonë duhet të themi, sa herë ne me u taku, është shumë më mirë se sa. Tjetër gjë që e bëjnë zakonisht kur nuk takohen, shohën përmes studio televizive e rrjeteve sociale. Po shumë mirë që takohen. Mirë po, përgjithësi, duhet me u pa, nëse këtë takim është edhe një takim tjetër në atë se kush të t'i mbetet faji, apo do të jetë takim në të do të propozojmë zgjidhje. Shumë lehtë do ta kuptojmë nesër, rrethanat politike nuk janë të lehta.